nuk e lejon veten që me qenë egoist. Nuk e lejon veten që me qenë me një fjalë i mbyllur edhe më u marr vetëm me vetveten apo me familjen e ngushtë. Por ne e dim dohet se vërtet krejt këto kuptime madhore i bartin festa tek ne. Krejt këto kuptime i bartin më shkurt, i bart kjo fe. Krejt këto kuptime i bart trashëgimia jon qindra vjeçare, kur o fjala e jon si kom, po edhe më shumë se 1400 vite edhe si ummet. Ja se Allahu Gjereshanu ka dashur që ne vërtet të jemi prej atyre që kemi pas fatin me qenë të nderun, pra me këtë din, me qenë të nderun që me qenë pjestar të këti ummeti islam, e që vërtet edhe të nderohemi pra me aspektin e festave të këtilla të cilat nuk i posedojnë të tjerët. Kemi pas fatin pra me qenë pjestar të këti dini edhe civilizimi që Allahu Gjereshanuhu vërtet na ka nderu. Edhe kisha me thonë se vërtet jemi të privilegjuar që kemi pas fatin me qenë pjestar të këti ummeti, me qenë pjestar të kësaj feje madhore, e cila e din fort mirë se ka desht Allahu Gjereshanuhu me gjithë baticat e zbaticat që i ka përjetu, edhe brenda ummetit, po edhe brenda kombit ton. Ka desht Allahu Gjereshanuhu ne sot me qenë dëshmitar që vërtet jemi duke e përjetu një rilindje të vetvetes. Jemi duke e përjetu edhe si ummet, po edhe si kom, me përkatësi të madhe islame. Jemi duke e përjetu rilindjen e vetvetes, kisha me thonë, edhe kthimin prap ka vetvetja. Ky kthim i cili pa dyshim se dëshmon se ka desht Allahu Gjereshanuhu që dita ditës me kuptu se vërtet periudat e caktuara në të cilat kemi qenë në sprova të randa, me gjithë vështirësitë që i ka kalu ky ummet, me gjithë vështirësitë që i kemi kalu si kom, ato peripeti edhe ato vështirësi që i kemi kalu nuk kanë qenë ato të cilat kanë arrit neve me na tjetërsu. Nuk kanë arrit që vërtet me e dëmtue shpirtin e këti populli deri në atë mas sa që vërtet ai ta harron vetveten. Është mas e vërtet se kemi pas momente jo të lehta si ummet edhe si kom. Por megjithatë Allahu Gjereshanu ka dashur që mos me kalu as 100 vit e ky ummet me e marr veten. Edhe ky popull prap me u kthy vetvetes, prap me e marr veten, edhe me shku ka ngritja edhe ka përsosja bi idhnillah. Për atë na jemi dëshmitar të këtij rizimi islam të cilin Allahu Gjereshanuhu ka dashur me e përjetu ky ummet në të katër anët e botës. Rizim i cili bi idhnillah dita ditës po e dëshmon se kjo fe është fe e gjallë, se kjo fe është fe dinamike, se kjo fe vërtet po dëshmohet ajo që Allahu Gjereshanu ka garantu. Inna nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Ne jemi ata të cilët e kemi zbrit dhikrin për kujtusin, ne jemi ata të cilët e kemi zbrit këtë din, neve jemi ata të cilët e kemi zbrit Kur'anin, prandaj neve do ta ruajmë atë. Do ta ruajmë duke kriju shkaqe në tokë, që ky Kur'an edhe kjo fe me qenë e gjallë, me mbet e gjallë. Që kjo fe me qenë ajo e cila bi idhnillah do t'i përfshin pra masat në barë. Nuk do të mbetet vend në faqet e dheut e që mos të përmendet Allahu Gjereshanu. Jemi dëshmitar pra se Allahu ka dashur që edhe ne sot, edhe në mesin ton, me përjetu këte edhe me pa kthimin e trinjve ka Allahu Gjereshanu, me pa kthimin e rinison e studentëve tanë, të cilët dita ditës i zbukurojnë indeksat e tyre me 9 me 10,
e me suksese të ndryshme, por edhe të njëjtën kohë duke i mbush xhamit tona më shkurt me faljen e namazit, me kthimin ka vetvetja, me kthimin më shkurt fesë Allahu xhaleshanuhu. Tonë jemi dëshmitar se kthimi ka feja e rinis son është ai i cili po i bën ata edhe shumë më produktiv. Po i bën ata që edhe shumë me qenë më të suksesshëm edhe në studimet e tyre, edhe në angazhimet e tyre. Për çdo ditë të Zotit jemi dëshmitar se kthimi ka feja po e dëshmon se opiumi ka qenë tjetër shkafi. Opium kur nuk ka qenë feja islame për rinin as për kombet e ndryshme. Po përkundrazi feja islame gjithmonë ka qenë një katalizator i cili i ka udhëheq pra masat, i ka udhëheq kombet islame, e ka udhëheq këtë ummet edhe e ka bërë që kurdo që ai ka qenë praktikues që ka porosit Allahu dhe pejgamberi alayhis salam me qenë do të tregojnë me një fjalë, do të dëshmojnë edhe çështjen e ahlakut, e moralit, edhe aspektin e shkencës, e përparimit, edhe aspektin e angazhimit, edhe çështjen e sakrifikimit, po edhe të njëjtën kohë humanizmit, gjëra këto të cilat e dim se janë të rrënjosura thellë në kuptimet e këtij ummeti, në atë që vërtet na ka mësuar Allahu dhe pejgamberi alayhis salam. Nuk ka dyshim se krejt këto neve na sjellin drejt e realitetit të cilin jemi duke jetu edhe ne në Kosovë, realitet i cili dita ditës jemi dëshmitar që Allahu xhaleshanu po don që ky ummet edhe ky popull më u kthjell, ky ummet me gjithë do të sakrificën, me gjithë sprovën që e pat me sistemin e kalun, prap me u kthy vetvetes, prap me e njoft Zotin e vet edhe mos me harru pejgamberin e vet. Ky ummet dita ditës me angazhimet që është duke i bërë, ky popull me angazhimet që është duke i bërë, duke ju rikthy vetvetes edhe kulturës së vet, traditës së vet, kalushmës së vet, fesë së vet, jemi dëshmitar që ka desht Allahu xhaleshanuhu me gjithë provat e mëdha që po i jetojmë, me gjithë realitetin pak që ka kundërshti të çuditshme në realitetin që jetojmë, megjithatë jemi dëshmitar që nuk ka të ndalur. Megjithatë jemi dëshmitar që vërtet me gjithë sprovën që po jetojmë, kur fjala e kundërshtisë nga një mas e kisha me thonë edhe politikanëve edhe intelektualëve, me gjithë kundërshtin që po jetojmë mes këtyre dy shtresave, edhe shtresës apo masës së madhe të popullit, e i cili e dim dohet se e njeh veten si në aspektin kombëtar, si në aspektin fetar, e hasim se për fat të keq mu ajo mas e cila ish dasht me qenë edhe ma e njoftuar, edhe ma e ditur, edhe ma ajo e cila ish dasht edhe më shumë me ndi krejt këte, mu të kjo e kemi ende problemin ne si popull dhe si kom. Të kjo mas neve e hasim se për fat të keq, sikur se donë të na thonë se neve ende nuk jemi duke e njoft identitetin tonë sa duhet. Këta njerëz nga njëherë vërtet po na bëjnë, edhe po na friksojnë se a thu se ne si kom jemi vërtet me identitet të plot apo jo. A thu se jemi duke e njoft identitetin tonë apo jo. Si ka mundësi dohet që edhe në ditët e sotme me pas raste kur njerëzit të cilët i prin popullit si në aspektin shkencor, si në aspektin shtetëror, ende me pas komplekse, ende me qenë një lloj plasaritje mes tyre edhe përkatësisë së tyre edhe popullit që ata përfaqësojnë. Është vërtet çudi e madhe që vërtet me gjithë realitetin që jetojmë, me gjithë atë që vërtet ne si kom kisha me thonë, jemi ata të cilët kur nuk kemi njoft as dhunë, as nuk kemi njoft çështjet e ekstremizmave, as nuk kemi njoft gjërat të cilat kanë bëjnë me terrorizmat e me aspektet e ndryshme, neve e hasim se edhe sot e kësaj dite, madje edhe kur kemi të bëjmë me rastet e solemniteteve, edhe me rastet e gëzimeve, edhe me rastet e inaugurimeve të gurthemeleve të xhamive,
e të objekteve të ndryshme fetare, cilat gjithmonë në këtë popull e kanë reflektu vetëm se paqe e humanizëm, vllazërim edhe dashuri, gjithmonë edhe sot edhe të ardhmen bindin a këte kanë me vërë. Edhe në këto raste neve e hasim që edhe kur vinë dhe prezentojnë qarqet tona politike e kështu me radhë, edhe në këto raste jo të naj urojnë si duhet, jo t'ja urojnë vetvetes këto raste edhe këto monumente, kësha me thonë, edhe këto gjërat të cilat vërtet janë domosdoshmëri e realitetit edhe kohës, por edhe në këto prap me komplekset e tyre, prap me aspektin e plasaritjes që e kanë edhe mos ndjenjes së përkatësisë ndaj popullit edhe ndaj fesë edhe civilizimit që i përkasin. Por edhe në këto raste prap neve na thrasin se neve duhet zbatu islamin tradicional. Neve duhet zbatu islamin minimalist. Duhet zbatu islamin shqiptar, e s'di qka e se. A thu se për cilin islam tradicional janë duke folë. A thu se ç'është fjala për islamin tradicional? Cili është ai islam tradicional? A është fjala për islamin që e patëm 50 vitet e kaluara në komunizëm? A për këtë islam janë duke na thirrë ne me e zbatu, në atë islam ne me mbet? A thu se ka institucion që është sot në Kosovë duke u thirrë që me e zbatu traditën që e ka pas gjatë 50 viteve të kalune? A ka ndonjë institucion që po thirret? A keni ndëgjuar që krishterët po thirren ndonjëherë ta zbatojnë krishterizmin tradicional? Kur s'kemi ndëgjuar? Edhe pse s'kemi kur gjë kundër të krishterëve. Ata janë vëllezër tonë me një fjalë të gjakut që i kemi vëllezër në kom, edhe nuk ka kur fatkeqe. Edhe neve na vjen mirë që një atak të tillë nuk e kanë ata. Po pse ta ketë shumica absolute? Pse ta ketë shumica absolute dhe të thirret që vetëm musliman të mbesin ende në periudhën e komunizmit? Nëse o fjala për islamin tradicional, edhe na po thojmë po, vetëm se islami tradicional tek ne nuk ka të bën me 50 vitet e kaluara. Islami tradicional jonë kthehet pak edhe më herët. Nuk kthehet vetëm 50-60 vitet e kaluara, cilat në këte janë duke na thirrë për fat të keq. Edhe pse asnjë çdo institucioni thojnë halashtisht në me këtë kalushme që e patëm një periudhë prej periudhave më të këqija, më të dëmshme për kombin tonë në çdo aspekte. Gjithë po ju thojnë duhet ta kalojmë shpejt këtë periudhë. Por ju muslimanët ju kthenu në këtë. Këtu rrini ju, mos luni, mos hecni, mos u avanconi, mos e njihni më mirë fenë juaj. Po ne nëse thrasim për islamin tradicional, të kthehemi pra edhe para komunizmit. Ai ka qenë islami jon tradicional. Po në atë islam i kemi neve nënat tona, i kemi dohet gjyshet tona, i kemi dohet para arsit tonë që e dim se çfar islami kanë pas. E dim se atër madje ka qenë edhe ferezhja që tash, kush prej neve s'jemi të thirrë sot për ferezhje. Por nëse po na thrasin për islamin tradicional, duhet ta kthejmë atër edhe ferezhjen. Neve islami tradicional neve na mëson se po ai islam tek ne e ka bërë që populli jon mos me pas i ri në mesin tonë që nuk ka lexuar Kur'anin. Islami tradicional tek ne para komunizmit ka qenë ai që në këtë Prishtinë nuk ka pas i ri që nuk ka lexuar Kur'an edhe në gjuhën arabe. Nuk ka pas i ri që nuk ka shkuar në Mejtep. Ai islam neve na mëson se kemi pas edhe ligjin e shariatit ne. Po si kam bedim fort mirë. Edhe çështja e problemeve të njerëzve në këtë Kosovë edhe në Shqipërinë tonë është zgjedhur me shariat. Ky është islami tradicional që kanë pas shqiptar. A janë të na thirrë në këtë shariat? A janë të na thirrë në këtë islam? Apo janë duke na thirrë? Jo, ka dalë, jo kthenu veç një 50 vite çto. Çit islam do të minimalist, Islami minimalist, pa namaz, pa agjerim, pa kurgjë. Veç thuni që e kena emrin Hasan e Husen. A thu se deri kur këta njerëz vërtet do ta nënçmojnë kombin e tyre, do ta nënçmojnë masën kryesore, masën më të madhe. Inshallah don Allahu xhaleshan po them e kthjellemi edhe mundohemi me u kthy vërtet vetvetes, me u kthy
Islamit ton burimor, dhe të emërtohet ai si don, dash tradicional, dash islam shqiptar, dash islam kosovar, as njëra nuk ka najt keqe, po të gjitha këto neve na thrasin edhe na kthejnë tek islami burimor, në të cilin na thret Allahu xhaleshanu, na thret pejgamberi alayhis salam, në këtë të cilin po padyshim se me gjithë mangësitë që mund t'i ketë individi, familja, e shoqëritë ndryshme, të gjithë e dim se kemi mangësi, por ne thirremi që me i evitu ato. Ne thirremi që mos më u kënaq vetëm me aq sa kemi. Në kuptimin e caktimit të Allahut, po padyshim se ne jemi të kënaqur me aq sa Allahu na ka dhënë, por edhe ne jemi ata të cilët duhet synu më shumë. Edhe jemi ata të cilët i dim lëshimet edhe gabimet tona, edhe mundohemi që çka më u përmisu, mundohemi me u avancu, mundohemi që po dita ditës me shku ka përmisimi, dita ditës me shku ka ajo që po me gjithë rrezimin e madh që e kemi, ende kemi shumë çka të bëjmë. E prandaj mendoj se inshallah don Allahu xhaleshanuhu e kuptohemi si duhet, edhe respektohemi si duhet, e nuk ndodh, po them për fat të keq kjo që është ende duke na ndodh, qoftë në media tona, qoftë nga një mos e politikajve e intelektualve, e që për fat të keq vërtet e dëshmojnë çështjen e mosnjohjes së vetvetes. Megjithatë, populli është ai i cili vërtet flet, edhe është ai që më së miri e dëshmon se kush jemi ne. Më së miri dëshmojnë bajramet tona, më së miri ka dëshmuar edhe dita e djeshme, e cila e din fort mirë se në tërë Kosovën nuk ka pas njeri që nuk e ka ndi se jemi duke hyrë në festën e madhe të Kurban Bajramit. Nuk ka pas njeri me ato që jemi organizuar. Sa kemi qenë në namaz, sa kemi qenë agjerushëm, sa s'kemi qenë, nuk është shumë edhe më rëndësi në këtë rast. Por më rëndësi është se atmosfera e festës e Bajramit nuk ka njeri që nuk e ka ndi dje. Ky është identiteti i këtij populli. Këtë identitet, pse ka kompleks dikush ta pranon? Me këtë identitet edhe kombëtar edhe fetar neve mburremi, edhe do ta ruajmë biidhnillah, edhe nuk do të lejojmë askën që më na e cenu. Pa marrë parasysh që vërtet ndoshta po i bartim edhe po na duhet me bart edhe ofendime çfarë po na ndodhin, po për fat të keq prej atyre që më spaku pritet për. Inshallah Allahu xhaleshanu na permision e na bën prej atyre që t'i kthehemi vetvetes si duhet, ta njohim veten ton, ta njohim aspektin ton, edhe përkatësinë ton, edhe kombëtare, edhe fetare, edhe të jemi ata të cilët nat e ditë do të punojmë që me avancu veten ton, me avancu familjet tona, me avancu shoqërinë ton në të gjitha këto aspekte, e mos me mendu se neve duhet me ndalë në pikë, me qëndru. Edhe inshallah Allahu xhaleshanuhu e pranon për gjithëve, e urime inshallah gjithëve edhe një herë Kurban Bajrami, wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in.